Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku jep urdhër, hiqni dorë menjëherë nga këto ushqime, po ju dëmtojnë kockat. Mënyrat e gabuara të qëndrimit, lodhja fizike dhe gjenet janë disa nga faktorët të cilët rrisin mundësinë që ju të vuani nga dhimbjet e kockave, por jo më pak i rëndësishëm mbetet regjimi ushqimor. Këtu ju do të gjeni ushqime që nuk duhet të hani në qoftë se keni dhimbje kockash. Veza, edhe pse vezët janë një burim i pashtershëm vitaminash dhe proteinash, është e këshillueshme që personat të cilët kanë probleme me kockat të reduktojnë sa më shumë konsumimin e tyre. Duke qenë se vezët janë me origjinë shtazore, ato përmbajnë atësit i cili ul mbrojtjen e organizmit në rast se ju vuani nga artriti. Ndërkohë, pijet e sheqerosura dhe të gazuara, në qoftë se ankoheni vazhdimisht nga dhimbjet e kockave, ju duhet gjithashtu që të shmangni sa më shumë këto pije dhe ato të gazuara. Këto pije kanë në përmbajtjen e tyre sheqer të dëmshëm dhe acid fosforik që përkeqëson gjithnjë e më shumë gjendjen tuaj shëndetësore. Ndërkohë, nga ana tjetër duhet të hiqni dorë edhe nga mishi i kuq. Dietologët dhe ekspertët e shëndetit shprehen gjithmonë skeptik për sa i përket konsumit të mishit të kuq, edhe pse mishi përmban shumë hekur që ndihmon në prodhimin e hemoglobinës. Në qoftë se ju abuzoni me konsumin e tij, mundet që të rrisni rrezikun për të patur artrit, reumatoid dhe patologji të tjera që sillin në dhimbje të kockave. Në vend të mishit të kuq, hani mish pule, peshk ose mishin e gjelit të detit. Patatet përmbajnë sasi të larta të potasit që i nevojitet organizmit. Por pavarësisht kësaj, personat të cilët vuajnë nga artriti ose dhimbjet reumatizmale duhet të shmangin konsumin e patateve pasi përmbajnë një lloj toksine të quajtur solanin që i përshkallëzon këto dhimbje. Frutat e thata gjithashtu janë një burim i acideve yndyrore omega 3, por në mesin e këtyre frutave ju duhet të mundoheni dhe të evitoni sa më shumë konsumin e stikave të pishës, arrave të Brazilit pasi ato përkeqësojnë gjendjen tuaj shëndetësore. Dhe gjithashtu, këtu ne do t'ju tregojmë listën e ushqimeve të cilat çdo ditë më shumë po dëmtojnë kockat tuaja. Ushqyerja e shëndetshme është elbësore për shëndetin në përgjithësi dhe atë të kockave në veçanti. Përkujdesja ndaj ushqyerjes mund të paktësoj gjasat e lëndimeve fizike, frakturave dhe dobësimit të tendinave. Ekspertët kanë renditur një listë me ushqimet më të shëndetshme me kockat. Ushqimet e pasura me hekur. Hekuri është shumë i rëndësishëm për organizmin, por ajo që ka rëndësi është pikërisht koha kur ju e merrni atë. Shumica e ushqimeve të cilat shkaktojnë humbje të dendësisë kockore e kanë këtë efekt për shkak të ndërhyrjes në përthithjen e kalciumit. Përpasoj, kur ju të ushqeheni me ushqime të pasura me kalcium, mos hani ushqime të pasura me hekur dhe anasjelltas. Pijet e gazuara. Ndërkohë, pijet e gazuara mund të shkaktojnë humbje të dendësisë kockore. Përpasoj, ekspertët rekomandojnë zëvendësimin e tyre me ujë të pasuruar me fruta të freskëta. Fasulet. Legumet në përgjithësi janë të pasura me proteina të cilat gjithashtu ndërhyjnë në përthithjen e kalciumit. Fasulet specifikisht përmbajnë fitates, proteina të cilat ndërhyjnë në aftësinë e trupit për përthithjen e kalciumit. Të kripurat. Ushqimet e kripura i detyrojnë trupin që të humbas më shumë kalcium. Përpasoj, ekspertët rekomandojnë konsumin sa më të kufizuar të kripës. Spinaqi. Spinaqi, ndryshe nga barishtet të tjera, përmban oksalate të cilat ndikojnë ndjeshëm në përthithjen e kalciumit.
Ai është me të vërtet i pasur me kalcium, por substancat e përmendura pengojnë përthithjen e tij. Kafeina. Kufizimi i kafes ndihmon në parandalimin afatgjat të humbjes së dentësisë kockore. Kafeina ka tendencën të paksojë përthithjen e kalciumit dhe njëkohësisht të nxjisë humbjen e tij. Mbrojtja e shëndetit të kockave nëpërmjet përzgjedhjes së ushqimeve është e rëndësishme. Hapa të tillë ulin në rrezikun e osteoporozës dhe lëndimeve, frakturave, brishtësisë së kockave dhe indeve. Shmangja e ushqimeve të cilat kanë tendencën të shterojnë depozitat e kalciumit në organizëm do t'ju ndihmojë mjaftueshëm në ruajtjen e shëndetit të kockave. Me kalimin e kohës, trupi i njeriut humbet forcën e vet dhe njëkohësisht bëhet më i brisht. Kyçet preken më lehtë nga frakturat për shkak të vështirësive në lëvizje. Ndërkohë, piktakimi i kockave përbëhet nga ligamente, tendina dhe njëkohësisht kapilar, të cilët veshin edhe muskujt. Nga ana tjetër, gjuri në veçanti përballet me shumë stres, sepse mundëson jo vetëm lëvizjen e pjesës së poshtme të trupit, por edhe mban pjesën e sipërme. Kupa e gjurit është pikërisht ajo e cila ka nevojë për lubrifikim të vazhdueshëm dhe gjithashtu, për fat të mirë, ka kura natyrale kundër inflamacionit dhe dëmtimit të ligamenteve të gjurit. Sipas ekspertëve, për fat të mirë, speci i kuq djegës është një produkt që gjendet në shtëpinë e gjithë secilit prej nesh. Ai përmban kapsaicin që bllokon transmetuesit e dhimbjes në rrugën e tyre drejt trurit. Nëpërmjet lëkurës, kapsaicina ndalon fibrat e nervave të ndjejnë dhimbje dhe njëkohësisht ta transmetojnë atë. Kapsaicina parandalon shpërndarjen e dhimbjes në zona të tjera. Uthulla e mollës. Sipas të dhënave, uthulla e mollës futet në lëkurë dhe shpërbën kristalet e acidit të cilat formohen në kyçe. Acidi acetik e zbutë dhimbjen e tendinave dhe nga ana tjetër mundet që të trajtojë inflamacionin. Për më tepër, uthulla përmban shumë minerale si kalciumi, magnezi, kaliumi dhe fosfori. Vaji i ullirit nga ana tjetër është shumë i dobishëm kundër inflamacionit, madje shërben edhe si një vaj bartës i shkëlqyer. Xhenxhefili. Studimet kanë treguar se aplikimi në lëkurë i xhenxhefilit të zbutë dhimbjet e osteoartritit brenda një jave. Xhenxhefili nuk ka natyrë agresive dhe ka aftësinë që të vonojë, madje edhe të shmangë nevojën për përdorimin e trajtimeve më të vështira mjekësore. Kura natyrale për dhimbjen e kockave, gjurit dhe kyçeve. Kjo pastë bëhet duke përzierë vaj ulliri, uthull, xhenxhefil dhe spec djegës. Të gjithë këto përbërës luftojnë inflamacionin edhe nëse konsumohen si ushqim. Përbërësit janë 2 lugë gjelle me spec djegës pluhur dhe 1 gotë me uthull molle ose gjysmë gote me vaj ulliri të pastër dhe të ngrohur. Si uthulla ashtu edhe vaj bëjnë të njëjtin efekt, ndaj ju duhet të zgjidhni sipas mundësive. Një copë e vogël xhenxhefili të grirë holl. Përgatitja. Përzieni uthullën ose vajin e ullirit me specin djegës dhe xhenxhefilin e grirë. Përzieni mirë derisa të formohet një pastë e mirëfillt. Vendoseni atë në zonën e dhimbjes 2 herë në ditë dhe mbajini për plot 20 minuta. Më pas ju duhet që ta shpëlani zonën dhe thajini me peshqir. Pjesën e mbetur të pastës mund ta ruani në frigorifer, por përpara çdo aplikimi përzieni edhe një herë. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë,
Kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.